duhet si klasë politike të konstatojmë 3 të vërteta bazike. Ato na ndihmojnë të kuptojmë vetë agjendën që do ta prezantojmë sot. E para, du të pranojmë se jemi në krizë politike. Pra jemi në krizë politike, në krizë institucionale dhe në krizë legitimiteti. Në krizë politike, sepse s'ka as përpjekjen më të vogël nga askush të ndërtojë një shumicë parlamentare, që do të sjellte në institucione legjitime të Republikës Kosovës, dhe në krizë legitimiteti, sepse nuk kemi kuvend funksional, e për më tepër nuk kemi as qeveri legjitime. Qeveria e tanishme reflekton rezultatin e para 4 viteve, pra reflekton shumicën e para 4 viteve, jo shumicën e tanishme politike pas zgjedhjeve të fundit. E vërteta 2 që duhet pranojmë është se nuk kemi shumicë. Asnjëra palë, asnjë grupizim politik, sipas preferencave politike, nuk ka numra për të bërë shumicën. Kam kuptuar e dëgjuar dhe kryetarë të partive tjera që thonë se disi partitë e opozitës kanë shumicë, nuk është e vërtetë. Asnjë palë nuk ka shumicë. Për votat e partive minoritare serbe, LDK i beson më tepër vetë minoritarëve jo serb, para se të besoj kryetarëve të partive tjera. Le të flasim për votat e tyre partijake, për votat e partive minoritare jo serbe, flasin vetat të tjerë dhe të deklarimet e tyre janë bukur të qarta. Por nuk ka shumicë në asnjërin palë. Dhe e treta, të pranojmë se kemi urgjencë. Pika parë është funksionalizimi i institucioneve kushtetuese dhe departiakizimi tyre. Në këtë pikë do të akordohemi të përmbyllim zgjedhjen e vendeve vakante në gjitha institucionet e pavarura kushtetuese që presin votimin e Kuvendit të Kosovës, dhe këtu më lejoni të them që ka një urgjencë bazike në vendet vakante të gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila nëse vazhdon kriza politike në Kuvendin e Kosovës për një periudhë gjatë, mund të rrezikojë edhe paralizimin e saj. Rritja e bakave për mësimdhënësit, profesionistët shëndetësor, punonjësit e sigurisë dhe administratës shtetërore, duke rikthyer dinjitetin institucional të shërbimit publik, do të jetë prioritet i periudhës kalimtare të qeverisë së unitetit. Pika e tretë me cilën do të mirëshem gjithë bashkërisht, do të ishte pakuja emergjente për menaxhimin e krizës energjetike. Në fokus të veçantë të qeverisë do të jetë miratimi një pakuje gjithëpërfshirëse për përballimin e krizës energjetike pas rritjes së faturave të energjisë elektrike dhe pas pritjeve për rritje të më të teshme në vjeshtën e këtij viti, si dhe heqja të VSH për çdo faturë të energjisë elektrike. Pikë e 5, shumë e rëndësishme, besoj më e rëndësishme, ka të bëjmë me rindërtimin e partneritetit me BE-n dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe rikthimin e politikës së jashtme aktive. Kthimi i besimit politik me BE-n dhe SBA-t përmes një qasje të përgjithshme shtetërore në funksion të heqjes fillimisht të masave ndëshkuese dhe rivendosjes së marrëdhënieve strategjike me aleatët euroatlantik është prioritet i qeverisë së unitetit. Këtë drejtim do të përgatitet një platformë unike e gjitha partive politike shtetërore për dialogun me Serbinë, e ndërtuar mbi dakordimin e brendshëm politik fillimisht dhe në koordinim me aleatët ndërkombëtar, duke vënë fokus kushtetueshmërinë e Kosovës, integritetin territorial dhe sovranitetin e plotë të Republikës Kosovës.